Dihet që Deçani ka qenë bastion i Okës dhe ka pas edhe strukturë edhe njerëz të cilët kanë punu për Okën. Unë e kum kriju një frymë ndryshimit së bashku me ekipen me të cilën kem punu. E kjo frymë është bo thjesht me një iPhone, me njerëz që dojnë me kontribu në vullnet. Dojnë me kontribu me vullnetin e tyre në këtë fushat. Pra, du me mbajt me punën tem 4 vjeqar për njerëz të Deçanit, duke i arrit ato synime që ja kemi qitë vetës, pa struktura, klienteliste e pa nepotizëm që është aktualisht në Deçan. Kemi pas subjekte politike të mirë strukturume, që kanë pas shumë asamblesë, po nuk kanë mujt me kriju frymë të ndryshimit. Kështu që këtë frymë kemi me majt edhe me konkretizu veç me punë, veç me angazhim për qytetarët e Deçanit.